Qoftë se ju hini më fellë, analizoni raportin e shishoni si ka gabime edhe në parashtrimin e pyetjeve, pra pyetjet janë të generalizuara dhe këto pyetje të generalizuara dhe përdorimi këtyre në një hapësirë të caktuar nuk korrespondon me realitetin, prandaj informacionet e tilla që janë dhënë nga ky raport më shumë i bëjnë dëm Ballkoni Perëndimor se sa që i bëjnë mirë, sepse në pra ju nuk e besoni këtë raport, zoti Shkala. Okej, ta kthejmë në çështje praktike, sepse unë nuk jam analist i zbërthimit të sondazheve dhe këtë e pranoj, por unë jam analist i çështjes sigurisë dhe këtë mund ta provoj duke matur situatat. Unë nuk jam analist i bujqësisë, po jam doktor shkencë në pjesën e hulumtimeve shkencore në asaj për këtë çështje të sigurisë. Po pra, ju sa i sigurt jeni ju vetë personalisht kur qarkulloni në territorin e Kosovës. Unë kam qenë deri në Mitrovicën e Veriut para një muaj dhe jam ndjerë mjaft i sigurt. Kam ndejt për 3 ditë në Kosovë, kam qarkulluar në gjithë Mitrovicën, po e marrë si zonë më ekstreme dhe më problematike, sepse sondazhi është pikërisht për sigurinë dhe lirinë e qytetarëve për qarkulluar në 24 orë të ditës. Pra, sa i lirë, sa i sigurt është një qytetar, qoftë i vendas apo i huaj, për të kryer një aktivitet 24 orësh në një vend të caktuar. Unë personalisht nuk e kam dhënë veten të rrezikuar, por edhe duke qenë që analizoj madje edhe në Kosovë me mediat në Kosovë çështjet e sigurisë kryesisht, nuk kam parë dhe nuk kemi arritur të diskutojmë ngjarje të rënda që vijnë për shkak të kësaj lloj pasigurie. Ta dëgjojmë edhe zotin Shkala deri në fund me komentin e tij, sepse jemi edhe pak keq me kohën televizive në fakt, edhe duhet është mëngjes, le të jemi pak më të pashtë. Jo, të pashtë jemi absolutisht. Pa të shumë sepse është vetëm gërshëtim të mendimeve. Çështja, ne si Asociacioni Kriminalistëve dhe Kriminologëve të Kosovës, ne kemi përcaktuar, kemi një hulumtim sa përket frikën nga kriminaliteti dhe në qoftë se referohemi statistikat tona ku kemi 10.000 respondent, pra jo vetëm 800 që kanë qenë në këtë anketë, po kanë qenë 10.000 nga 10.000 respondent në Republikën Kosovës. Frika nga kriminaliteti është në shpërputhje me atë që ka paraqiten në këtë raport. Prandaj, çështjet e përcaktimit të sigurisë dhe shkallën e rrezikshmërisë nuk është në raport me realitetin në të cilën gjendemi, sepse shkalla e kriminalitetit është e lartë, aktivitetet kriminale janë të larta, ka shpërputhje në vlerësimin dhe veprimeve institucionale. Prandaj, ky raport ka qenë i porositur për Ballkonin Perëndimor dhe asnjë nuk është raport i cili është i drejt për drejt që pasëron një siguri të tërë në qoftë Kosovës në Shqipëri. Jo e vrendin në Shqipëri që ka gati me javë, brenda javës ka aktivitete edhe të përdorimit të tritorit, ka aktivitete të vrasjeve. Pra gjitha këtu në qoftë se e përcakton një margjinë, moshën në një margjinë të caktuar, atëherë shpërputhet me realitetin të cilën është qendra e sigurisë qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Po pra, jem dakord me ty që edhe e preka atë pjesën. Unë preka pjesën e komunitetit gjerë të bashkëpunimit në situata rreziku, se si ndërhyjnë dhe si menaxhojnë dhe si bashkëpunojnë. Për sa i përket edhe krimit organizuar. Po, ka raste kohë të fundit që krimi organizuar ka kryer atentate dhe ngjarje të rënda edhe në zonat e banuara. Por gjithsesi, kjo nuk e prek sondazhin, sepse po të shikojmë, krimi organizuar është i fokusuar për larje hesapesh mes njëri tjetrin. Ne në Shqipëri nuk kemi dhunë, apo nuk kemi grupe, apo mafje e cila menaxhon dhe kontrollon zonat caktuara, për shembull mund të themi menaxhon gjithë qarkun e Lezhës dhe institucionet nuk futen, qytetarët ndihen të rrezikuar etj. As në Kosovë nuk ka qytete apo zonat apo lokacione të caktuara ku institucionet nuk mundet të vënë rend dhe siguri. Ka ngjarje të cilat ndodhin për shkak të krimit dhe kjo nuk është veçori e Shqipërisë, por kjo është në gjithë botën. Krimi, Amerika madje ka futur tashmë ushtrinë dhe forcat e saj ajrore për të menaxhuar krimin e organizuar dhe grupet mafioze, të cilët i ka quajtur dhe grupe terroriste. Tashmë e gjithë ushtria është fokusuar për të vënë rend dhe siguri në këtë drejtim. Po nuk mund të themi që Amerika tashmë është krejt një vend i pasigurt.